Assalamu alaikum, paqja, shpëtimi dhe falja Zotit qoftë mbi ju. Mirë se po takohemi në këtë ditë të bekuar të muajit Shaban, që realisht janë pak ditë deri në hyrje apo në pritje një musafirit Zotit që është Ramazani, e që Ramazani mjafton mu qujt me emrin më të mirë që Zoti ka qujt në Kur'an, si muji i Kur'anit. Duke pasur parasysh se jemi krejt në prag të Ramazanit, sot kom përgatit diçka që lidhet me një prej ibadeteve, adhurimeve që e krym në muajin e Ramazanit, apo thënë ndryshe, namazi i taravive dhe disa dispozita që lidhen me këtë namaz, pasi që është njëherë në vit, njëherë në muaj të Ramazanit. Pra është një ibadet, një adhurim që shpesh herë në pranë të Ramazanit ka njerë banë edhe pyetje rreth namazit taravive, rreth formës së faljes së namazit taravive, rreth recateve taravive. Paka shumë të janë pyetjet që se herë që vjen Ramazani edhe bëhet një lloj diskutimi, një lloj debati, i cili na largon nga fryma e Ramazanit. Por mos me hi me këto debate në Ramazan, unë kom pas dëshirë që sot me përmbyll këtë diskutim, në kuptimin që me sqaru se si qëndron puna e namazit taravive në Islam përgjithësi, po me theks të veçantë në shkollën juridike hanefite që i përket edhe xhamia jonë, por natyrisht duke i përmendur edhe mendimet e imamëve, dietarëve të shkollave tjera juridike, sepse të gjitha janë të pranuara në Islam, pra janë të gjitha janë rrugë cilat burojnë prej Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Namazi i taravive, siç e dini të nderuar vëllezër, nuk është namaz farz, nuk është namaz obligativ. Është namaz sunet. Sunet quhet sunne muakkada, sunet i fortë, sepse është transmetuar që edhe pejgamberi alayhi salam e ka fal këtë namaz, e pastaj edhe sahabët, me theks të veçantë Omeri radiallahu anhu, e pastaj është transmetuar edhe si ixhma e sahabëve, konsenzus i dietarëve të sahabëve, dhe kështu tutje është transmetuar tek ne deri në ditën e sodit, por do të vazhdon deri në ditën e Kiametit. Pra është sunet me fal 20 recate taravi, pra është sunet i fortë nga pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Ku bazohet kjo? Kjo bazohet, thamë, fillimisht praktikën e pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam, e pastaj edhe në praktikën e sahabëve, me theks të veçantë në kohën e Omerit radiallahu anhu. Pra ka një lloj ixhmaje, konsenzus dietarëve islam sa i përket praktikës, pra sa i përket faljes së namazit të taravive. Këto është e udhës me përmend diçka, pejgamberi alayhis salam e ka fal namazin e taravive. Në Ramazan, mirë po kur edhe mas të jenë falë sahabët, mirë po kur e ka pa që çdo natë pushtohet numri i xhamatit, e keni parasysh sa ka qenë pejgamberi në gjallë ka mujt me zbrit dispozita, ose për me urdhnu diçka, ose për me ndalu. Dhe thuhet që ka në transmetim që nga frika pejgamberi alayhis salam për umetin e tij që mos po bëhet farz, po bëhet musliman me namazin taravive obligim, pejgamberi ka fillu mos me dalë në xhamie, ka ndërprej faljen e namazit. Në sens mos harroni, namazi taravive është namazi natës. Në Ramazan falet me xhamat pas yatsis, e mundet koha me kohë deri para agimit. Keni parasysh kjo është koha. Po, domethënë, si rrjedhimisht nuk është diçka që e ka shpik Omeri namazin e taravive. Omeri i ka bashku muslimanët me arsyetimin që ky sunet ka qenë shumë sunet i mirë që pejgamberi ka bëu bashkë me xhamat, po nga frika se mos më bë, atëre tash s'ka frikë që më na u bë farz. Edhe ka fillu me praktiku këtë tradit pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam. Njerëzit në kohën e Omer ibn al-Khattabit i kanë folë ka 20 rekate në Ramazan, këtë transmeton Bujukiu dhe Sunan al-Kubra. Ixhmaja sahabëve thamë është një argument i fortë. Unë këtë këto që do me shpjegu sot, do ta shpjegojnë në hijen e mëthebit Hanefi.
ku bazohet mezhebi Hanefi në praktikën e namazit taravive dhe formën se si falet namazit taravive. Pra, ixhmaja e sahabëve, konsenzusi i sahabëve, është argument shumë i fortë prej argumentën fikun Hanefi apo në jurisprudencën e fikut Hanefi. Një pyetje që bëhet në namazet taravive shpesh është sa duhet patjetër mi fal nga 2 rekate, mas çdo 2 rekate namaz me dhënë selam, apo çdo 4 rekate apo 8 apo 12 apo varësisht sa i falum. Edhe këtu mezhebet, 4 mezhebet parafrasisht kanë 2 mendime. Janë ndonë 2 grupe mezhebet. Kur thëna mezhebet kemi parasysh mezhebi Shafi, Maliki, Hanbeli edhe Hanefi. 4 mezhebet. Çdo 4 mezhebet, kur shumica e tyre janë të një mendimi, llogaritet thonë shumica e dietarëve islam, xhumhuri. E tash, nëse flasim për këto, a mi fol ka 2 rekate sunet taravive me dhënë selam pas çdo 2 rekate apo 4 çush e praktikojmë na, mezhebet janë ndonë. Për shembull, mezhebi Shafi dhe mezhebi Hanbeli e mbrojnë mendimin, janë pak ma strikt që do të me dhënë selam mas 2 rekate. Mezhebi Maliki dhe mezhebi Hanefi janë ma tolerant. Thënë, po namazet taravive çka është? Është nafile, është namaz note. Atëherë për pejgamberin në fenë tonë, pejgamberin nuk e ka përkufizuar mi fal veç ka 2, po e kalon formën se se e fal nuk është e rëndësishme. Ai fal ka 2 a ka 4, më rëndësisht mu fal. Pak a shumë kjo është ideja aty në për mos me hi në debate që natyrisht secili ka ato argumentet e tyre. Për shembull, këta që thonë ka 2 mi fal, thonë pejgamberi alayhis salam ka thonë që namazin natës falet ka 2 rekate. Methna, 2 ka 2. Këta e reagojnë, thënë pejgamberi ka thonë namazin natës, ama nuk ka thonë namazin taravive. E kuptuat? Domethënë, të gjithë kanë argumentet pothuajse të njëjta, vetëm varet forma çysh i kanë kuptuar që ato argumentet që kanë ardhur sa i përket namazit taravive. Pra, nuk është kusht që taravit më fal vetëm nga 2 rekate, por lejohet më fal 2 ka 2. Lejohet më fal edhe 4 nga 4, të dyja janë të vlefshme. Që është rregulla e përgjithshme në mezhebin Hanefi. Librat bazë, tash për me thonë, se shpesh e bëhet pyetje, çka thot mezhebi Hanefi? Do të më fal a falen ka 2 rekate taravia ka 4? Japet selam mas 2 rekate apo mas 4 rekate? Natyrisht na duhet më kthyn bazë. Cilat janë librat që llogaritën të jurisprudencës islame sipas mezhebit Hanefi që janë libra bazë? Nëse i shiqojmë këto libra, për shembull, njërin prej librave kemi El Hidaya, është një libër i njohur. Thot autori i këtij libri thot nëse fal 4 rekate me 1 selam, lejohet sepse është namaz natë. Argumenti i parë. Argumenti i dytë. Beda'u Sana'i është një libër tjetër i Kesanit, është një dietar tjetër i madh, thot në namazet e natës ka zgjerim. Nuk është e prejnë veç 2 ose veç 4, thot nëse fal 2 ose 4, të dyja janë të lejuara. 2. 3. Radul Mukhtar i Ibn Abidin, është një libër tjetër mezhebin Hanefi, thot nuk është kusht ndarja me 2 rekate, 4 janë të vlefshme. Nuk është patjetër se disa njerëz mendojnë që veç ka 2 mi fal. Po sipas këtyre autorëve, domethënë mezhebin Hanefi çka po kuptohet? Falen edhe ka 2 rekate, falen edhe ka 4 rekate. Nëse na e kem tradit, për shembull xhamin tonë më fal ka 4 rekate, a janë ato po diçka gabim? Sipas kësaj? Jo. Po nëse na bashkërisht vendosim i fal ka 2, a bojnë diçka gabim? Prapi jo. Gabimi aty do ta shohim në shpjegim kur mund të më ndodh gabimi. E tash pra, nuk është e pavlefshme nëse i fal ka 4 rekate namazin e taravive, nuk është bidat, diçka risi, nuk është kundër mezhebit, është e lejuar. Po tash prapë shtrohet pyetja, po është me kruh mi fal nga 4? Disa dietarë quajnë me pak e preferuar. Mezhebin Hanefi na të fol. Mezhebin Hanefi, disa dietarë të mëdhej, thonë mi fal ka 4 rekate, është ma pak e preferuar se sa mi fal ka 2. Por nuk është me kruh e urrejtne, e ndalueshme, pra nuk është haram ose problematike. Por praktika e umetit, tash duhet me shiqu çush është
në metin islam sot, në përbotën islame ku është mezhebi Hanefi, e shohim shumë xhami në Turqi, në Ballkan, në Azinë Qendrore, në Indi e tjera që njihen si vendet më shumë të kushtit përhapur mezhebi Hanefi, i folin nga 4. Ose përzin format ndryshme. Ka xhamia dhe të mëdha të njëra i folin ka 2. Po flas në vendet ku janë sipas mezhebit Hanefi. Kjo tregon se çështja është e hapur dhe jo detyruese. Në mezhebin Hanefi në shkollën juridike është një rregull thotë lënia e një të preferuare për hir të unitetit është më e vlefshme. Pra, tarkul afdal li ajli al-ulfa afdal. Pra, nëse na thojna, këto po du me dëgjoni me vëmendje. Nëse na e gjojmë librat e mezhebit Hanefi, që namazi i taravive është më e preferueshme mu fal ka 2 rekate. Atëherë, nëse kjo thotë kështu rregla. Atëherë, nëse na populli është mësu, xhamati është mësu, mi fal ka 4. Edhe na tash namen se është më e preferueshme mi fal ka 2 rekate, e kthejna ka 2 me dho selam mas 2 rekate, nëse që ky veprim mundet me mjau përzi njerëzve. Mundet me ngjall shumë pyetje, diskutime të njerëz. Mundet me bësh zhurmë në xhami. Mundet me prish unitetin mes neve. Qoftë xhamat, imam, kryqëzia e xhamisë, ku ta diun, atëherë çka sipas kësaj rregulle është më e preferueshme me vazhdu mi fal 4 përderisa është e lejueshme. E kuptuat idenë? Pra, edhe nëse 2 nga 2 është më e preferuar, që një pjesë e madhe dietarëve me mezhebin Hanefi thonë që kjo është numër 1. Mezhebi Hanefi është më e preferueshme mi fal ka 2 rekate me një selam, pas 2 rekate me dho selam namazin e taravive. Që është mendimi ma kanishi shkon. Thot, rujtja e xhamatit është më e madhe se sa forma. Se fundit, a i ke falë ti ka 2 rekate ke dho selam. A ke dho selam mas 4 rekate. A ke falë namazin e taravive? Po. A u kry? Namazin u kry. E tash forma qysht nuk guxon më bo shkak që me na aprish neve unitetin edhe rahatin mes vetes. Si përfundim, mezhebin Hanefi, çdo herë në Kur'an dhe Sunet, 20 rekate namazi taravive janë sunet i fortë. Ka thonë pejgamberi, men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e fal namazin e taravive, pra i kalon në të Ramazanit të falë namaz, e djetarë thëjmë këna kiamul lejl që pejgamberi e përmen është për qëllim namazit taravive, atër i falën gjunohet e kaluara. Ani pëse është sunet? Ani pëse është sunet, nuk është farz. Mi falë Ramazanit, mësë mi falë namazin e taravive, është begi, dëpsi. Nuk jem të folë mësë mi falë 5 kohët namaz, se kjo është fatkeqësi. Kjo është mo katastrofë është. Por namazi i taravive, ani pse është sunet, është diçka që është për shpërblime të mëdha robi i merr në Ramazan. Falja në 2 nga 2 e preferuar. Falja nga 4 e lejuar e vlefshme. 2 nga 2 e preferuar. Nga 4 e lejuar e vlefshme. Pra, nëse ne i falim ka 4, atëherë nuk mundet me thotë dikush që kohet çka ende të bëj kjo është bidat. Pra, nuk është bidat. Nuk bëhet më bo shkak forma për shkak forma që me na thu deri te përçon. Prandaj, forma aktuale e faljes në xhamin ton është brenda kufeve të mezhebit Hanefi dhe sakt juridikisht, po dhe mrena fejës tonë islame. Pra, tash po kam dëshirë, nuk e di dhe sa minuta e kam, pas na edhe pak minuta, mi përmend disa hadithe. Se natyrisht për namazin e taravive nuk s'ka Kur'an, nuk ka zbrit për të Kur'an. Dhe ta kemi të qartë. Këtë diskutimi bëhet hadithet, format që janë transmetuar prej pejgamberit ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani flet për namazin në formë përgjithshme, flet për farzën e namazit, për namazet farzën në forma të përgjithshme, flet për namazin për rukun, për sejdën, por nuk Allahu nuk flet në Kur'an për detajet. Sa është kushtetuta e muslimanëve. Pastaj vijnë ato suneti e pejgamberit, roli i tij është me sqaru ato që nuk i kuptojmë prej Kuranit. Hadithet bazë është nëse flasim për namazin e taravive në kuptimin mrena namazit natës. Se namazit e taravive kur falet? Ditën e natën? Natën.
Prandaj ka thonë namaz natë. Nëse flasim për namazën e natës, ka një hadith ku pejgamberi alayhis salam ka thonë salatul lejli methna methna. Namazi natës falet 2 nga 2 recate. I fal 2 jap selam, i fal 2 jap selam, sot dush mi fal. Hanefit, mezhebin Hanefi tregojnë mënyrën më të zakonshme, pra më të mirë, por thonë nuk e kufizon vlefshmërinë vetëm në 2 rekate. Pra thamë që më e mirë, më e preferueshme është më fal ka 2 namazet taravive ose namazin natës përgjithësi. Por nuk do më thonë se dikush i fal ka 4, ka bo gabim diçka. Absolutisht nuk ka bo gabim. 2. Hadithi për faljen e taravive me xhamat. I dërguari sallallahu alaihi wasallam u fal natën në xhami dhe njerëzit u falën pas tij, e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pra nuk mund me thonë dikush s'ka namaz taravive, se ne kem do djem tri kanë herë i kanë lexuar 2 hadithe dhe vinë thonë hoç s'ka namaz taravive, namaz natë do kry. Edhe ta kallzojnë me recate, 19 recate kaç. A ka të lodhën Buhariu Muslimi? A kjo e hadithin që përmend është në Buhariu dhe Muslim. Pejgamberi ka fal në xhami, në Ramazan me xhamat. Edhe unë pak a shumë e tregova më herët arsyeën pse e ka ndërprer. Pra, namazi i natës me xhamat Ramazan është bazë e taravive. Praktika e sahabëve. Sahabët, shumica sahabëve, të fillu prej Omerit radhiyallahu anhu, sahabët tjerë të mëdhenj, i kanë fal ka 20 recate taravi. Kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab bi 20 rak'a. Sahabët, muslimanët, umetin, kohën e Omerit radhiyallahu anhu dhe sahabëve tjerë i kanë fal ka 20 recate taravi. Pra, kjo që kanë vepru ata, askush nuk e ka kundërshtu, dhe është bo praktik që tek ne njihet jurisprudencë islame si një lloj ijmaje, apo me thonë ndryshe konsenzus. Shkollën juridike Hanefit është një rregull, thot ijmaja e sahabëve konsenzusi, pra konsenzusi i sahabëve, kur ata kanë ra pajtim për një çështje, është më e vlefshme se një hadith e had që ka transmetuar vetëm një person. Është një hadith e had, do të kemi inshallah raste kur do t'i shpjegojmë hadithet që shvin, që është transmetuar për një filoni. Për shkak se ai një person ka qenë, ama kur na është transmetuar neve që filoni këtë sahabët janë pajtimit për një çështje, kjo është më e vlefshme se sa një hadith që ka ardhur në formën e had. Ka shumë hadithe që pejgamberi ka përmend 4 recate. E dini, kush i fal 4 recate sunet drekës. Të namazit dohas, arë shpreja kush i fal 4 recate namaz dohas. Dhe më thonë, shpreja 4 recate, që për sunet, që për namaz në përgjithësi, kjo ka ardhur për pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Është transmetu, Muslimi e përmenë dhe bëhë, pejgamberi falte 4 recate dhe mos pyet sa të bukura të gjata ishin ato. Me paskon që i ka fol 4 recate me 2 selame, 2 ka 2, kështon pejgamberi ka fol 2 recate, pastaj ka fol edhe 2 recate, gjithsej 4 recate, por pejgamberi ka fol 4 recate sa të gjata ishin. Domethënë, nuk është diçka bidat mi fol 4 recate, me dho selam mas 4 recate. Pra, çka tregon ky hadith? Ky tregon se kur njeriu i fal 4 recate nafile apo namaz taravive me një selam, jap selam mas 4 recate janë vlefshme. Ibn Mes'udi, radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me ta, i thot aja që musliman, dëgjoni çet rregull. Aja që musliman e shohin të mirë është e mirë tek Allahu. Pse nuk umet xhumoja më fal sot në për shtëpia tona? A falet xhumoja në shtëpi? A është e vlefshme? Jo. Pse ka bo Zoti kusht për më fal xhumoja, do të më kanë një numër i caktuar i njerëzve, në vend caktuar, jo çdo vend mundesh me fal xhumon. Për shkak të unitetit. Me ko bashk. E namazit taravive për i gjona më të mira që ka namazit taravive është që falet me xhamat. Si për mbledhje, namazin natës përgjithësi, të është edhe taravin ato, tregon më të mirën, pra ndoshta mund të jetë edhe më e lehtë për njerëz që mas 2 recate me dha selam, por nuk është kusht.
Këtë dallimi është. E dyta, profeti a.s. e pam që ka folë ka 4 rekate bashkë. Hadithi Aishës. 3. Sahabët në kohën e Omerit radiallahu anhu, nëse flasëm tek numri, i falën 20 rekate dhe kjo traditë sot është edhe në Mekë edhe në Medinë, në xhamiat më të shajta falet 20 rekate namaz taravis. Ixhmoja sahabëve, konsenzusi sahabëve është argument i fortë, pra 4 nga 4 është e vlefshme. Me një fjalë, si këtë rumbullaksim i krejtë saj që ka doshta me thonë sot, është se forma qyshe falmi sot na, jamin tonë, pas çdo 4 rekate me dha selam, është e lejushme, është legjitime dhe është në rregull. Se ka herë bëhet pyetja kështu, a ma mirë mi fal 8 rekate ka dale, a 20 shpejt? Pyetja është provokative se pyetja po do me qitë ku do në pyetësi. Jo, në pyetësi nuk do me gjithë vërtetën. Se i ka inkry ati në 800. Ose, edhe tash për me arsyetu, që ka thot, a ma mirë është mi fal 8 rekate ka dale, a 20 shpejt? Është ma mirë mi fal 20 rekate ka dale. Pra në përmbyllje, të mundohemi, përgatitemi, qysh këto ditë që kanë mbet pak, me naj namaz nafile, qofshin edhe 2 rekate, apo 4, si përgatitje që kur dje namazit taravive, se ato janë baje gjatë, mos më naro neve në tesull, po para prakisht jena të përgatit. Inshallah Zoti na mundson me mri Ramazanin, edhe na bën prej atyre që dalën prej Ramazanit pas një gjinohë dhe pas një mëkat. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.